Can anybody find me somebody to love? Performanca e Klintit në javën e kaluar ishte një koktejl i fuqishëm, ngjyrash, emocioni, vokali, teknike, shpërthimi. Pra ishte një këngë që përfshinte gjithçka. Natën e tretë live unë ndjeva në përgjithësi mirë, kënga ishte pak a shumë e vështirë dhe ndjeva pak i lodhur gjatë performancës, por në fund gjithçka shkoi mirë. Kuptohet që vokalisht është një këngë jashtëzakonisht e vështirë dhe ai mund ta bënte edhe më mirë, duke marrë parasysh provat që ka bërë. Megjithatë, unë besoj që në fund të ditës rezulton si një performancë shumë e suksesshme. Vazhdon të jetë pjesë e The Voice. Klinti! Mbështetja e publikut është një gjë kryesore për një artist dhe sidomos për ne që jemi konkurrent në Voice, na jep më shumë forcë dhe ndihem shumë mirë që jam në çerek finale, sepse këtu është ajo atmosfera e vërtetë që ky show duron. Po kthesh përsëri tek Unë këtë javë do të këndoj një këngëtar DJ Breas, kur braktis atë që do. Provat po ecin shumë mirë, Klinti është konfident, e shoh që ndihet shumë mirë në këtë këngë, është i qetë, i sigurt, me emocion dhe shumë i vendosur. Kjo këngë është një nga këngët e mia të preferuara dhe shpresoj që publiku t'i pëlqejë shumë. Për të bërë subscribe në kanalin ton, klikoni këtu.